Ha që do kështë pa me syti. Ha që do kështë pa me syti. Qiko, këta fëmijëve nuk kanë nevojë me bobiru së vëllazër, këta e kanë gjetë, i kanë çuk kalamet drejt patatinave, drejt budalliqeve që hanë gjithë ditën, gjaja kanë fut, Po është puna e ka fut tenxherës, mikrobin, është puna e tenxherës dhe bretkocave. to vaksinat e kalamajve që janë ashu, Tenxhera me bretkocave. fiks fare. Problemi është që ti e këtu ke hapë këto mikrofona tu, ke hapë këtë ambientin këtu, po kjo ka shumë pak hapa. Shikë pak para 10 vjetësh, para 5 vjetësh e para 15 vjetësh. A të bite men për këtë temë? Jo, fare. Kur të erdi men për këtë temë? E këto 10 vjetë e full. Se nuk njerëzve akoma. Fillojmë tash. Jo, 10 vjetë. Sa ko duhet që të piqet Mileti që ti kuptoj këtë gjona? Shumë. Duhet këtë kohë. Po, a ka ardhë që tu përshpetu kjo shpejtësia? Tash i ka story për ditë. Po. Ndërkohë, çfarë konstatojnë njerëzit? Çdo ditë që vetëm rrena kanë jetuar apo ja? Fiks. Po dhe si për në është be fort. A si duket ne që vetë idiot gjithë? Për gjithë jetën e tyre, siç më duket dhe mu veti. Shiko, njerëzit kanë një huqe vëlla që edhe se e kanë gabim, nuk i pëlqen ta pranojnë që e kanë gabim. Unë për shembull mendoj, për që për shumë gjëra kam qenë një idiot total. Fiks. Dhe nuk kam fare turp ta them se idiot kom qenë shumë gjona. Do t'jap një histori, për të kuptuar se idiot kom qenë dhe unë, siç jemi, e siç janë, e siç do jenë, vazhdimisht njerëz. Ishte viti 2005-2013, unë punoja si drejtues një organizate shoqërisë civile për konsumatorët. Edhe na vinë edhe ekspert nga banka botërore. Nga FMN-ja, pa vini veri më i lartë, kupton ti? Dhe sidomos nga organizata botërore e ushqimit.